këshillat e profetit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Dikush thot, i studiova këshillat e profetit dhe vura re se ato nuk ishin më shumë se 2 fjali. Si për shembull, o Ali, mos e paso shikimin e parë me një shikim tjetër, pasi i pari është për ty, por i dyti jo. O Abdullah, je në këtë botë si i huaj ose udhëtar. O Muadh, pasha Allahun, të dua shumë, mos harro të thuash pas çdo namazi. O Allah, më ndihmo të përmend, të falenderoj, të adhuroj në formën më të bukur. O Omer, ti je njeri i fuqishëm, kështu që mos shtyj në përturma për të arritur gurin e zi.